Çfarë e bën ndrysh trajnimet e Ermalit nga tjerët? A është Ermali thjesht më i famshëm edhe shkojnë njerëzit te Ermali apo shkojnë për diçka tjetër më esenciale? Të mos ta kthej përgjigjen me pyetje tani, ti pse ke ardhur? Unë kam marrë se në thënë drejtën unë jam njëri që i studioj, në thoj gjanat me energji. Unë ka pëlqy thjesht energjia. Po. Pastaj kam marrë edhe pak për interes se më pëlqen networku. Po. Është një network i përzellur, njerëz që kanë interesat përbashkëta me interesat e mia. Edhe aty përveç se jam transformu dhe zhvillu personalisht, sigurisht që më ka bën mirë edhe për networkun tem, për biznesin tem. Ajo që e bën ndryshe, siç the edhe ti, është pjesa e energjisë, ti e ke ndjer energjinë dhe është e mënyra se si trajneri e transmeton mesazhin, pra nëpërmjet humorit, që është origjinaliteti i Ermalit, e transmeton mesazhin dhe nuk ta bën të mërzitshme. Pra ti ke parë eventet që janë nga 10 orë, nga 12 orë në ditë, dhe nuk e ndjen se si shkon koha. Ky podcast është sponsorizuar nga Ermal Mamaçi Training, kompania e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.